Sesioni i dytë i maturës shtetërore dhe asaj profesionale 2026 do të nisë në 24 gusht. Ministria e Arsimit dhe ajo e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë përcaktuar datat, kategoritë e kandidatëve që mund të marrin pjesë. Sipas kalendarit, me 24 gusht do zhvillohet provimi i gjuhës së huaj, me 27 gusht i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa matematika do të jepet me 31 gusht. Sesioni do të mbyllet me 3 shtator me provimin e lëndëve me zgjedhje, ndërsa për maturantët e arsimit profesional në këtë datë do zhvillohet provimi teorisë profesionale të integruar. Të gjitha provimet do të nisin në orën 10 dhe do të zgjasin 2 orë 30 minuta. Testet do të hartohen dhe vlerësohen nga qendra shërbimeve arsimore, ndërsa provimet do zhvillohen në qendra të përqendruara. Në sesionin e dytë marrin pjesë mes të tjerëve maturantë që kanë rezultuar mbetës në një ose më shumë provime të sesionit të parë. Sipas të dhënave, rreth 1300 maturantë morën notën 4 në të paktën një prej provimeve të maturës shtetërore 2026. Numri më i lartë i mbetësve u regjistrua në matematik, ku 645 kandidatë morën notën 4, ose rreth 2.6% e pjesëmarrësve. Në gjuhën e huaj rezultuan 367 mbetës, ndërsa në gjuhën shqipe dhe letërsi 325. Me më pak ngelës rezultuan provimet me zgjedhje me 247 kandidatë. Megjithatë, numri i kandidatëve që mund të marrin pjesë në sesionin e dytë mund të jetë më i lartë se numri i mbetësve. Udhëzimi parashikon që në provime të futen edhe maturantët, të cilët kanë qenë mbetës në një apo 2 lëndë gjatë vitit shkollor 2025-2026 dhe i kanë shlyer ato deri me 7 gusht, si dhe kandidatë të viteve të mëparshme që kanë ende detyrimet maturës. Të drejtën për të marrë pjesë kanë gjithashtu kandidatët që kanë kryer njohjen dhe njësimin e diplomës së arsimit të mesëm dhe kanë ende provime të maturës për të shlyer.